Qytetet e ditëve tona u formuan kur miliona njerëz u grumbulluan së bashku. Njerëzit gjithmonë e kanë ndjerë nevojën për ligje dhe rregulla me qëllim të garantimit të paqes dhe të sigurisë së tyre. Pa to, do të ishte e pamundur të siguroheshin paqja edhe siguria në jetë. Një tjetër e veçantë e jetës bashkëkohore të shoqërisë është individualizmi. Çdo njeri në një shoqëri ka qëllimet edhe planet e tij. Shumica e njerëzve i vendosin interesat e tyre vetjake mbi gjithçka tjetër. Interesat e shoqërisë edhe të njerëzve të tjerë vijnë pas tyre. Ky moral egoist na tregon se përse anë mban botës ekzistojnë të varfër, të uritur edhe të pastre. E tani le të përfiturojmë një qytet të madh. Mendoni qindra mijëra individ që jetojnë në të. Aty asnjëri nuk i merr parasysh interesat e veta. Përkundrazi, ata shohin së pari interesat e shoqërisë dhe të tjerëve. Përfituroni sikur çdo kush të punonte me një shpirt të tillë vetflijimi, pa ndonjë këmbgulje për të përfituar i pari. Përfituroni që atje të mos ketë asnjë mosmarrveshje. Një shoqëri e tillë ka mundësi të shkojë përtej kufive të përfiturimit njerëzor. E megjithatë, një shoqëri e tillë në tokë ekziston vërtet. Edhe për më tepër, kudo rreth nesh. Gjallecat që ndërtojnë këtë shoqëri të mrekullueshme janë milingonat. Milingonat jetojnë në koloni prej qindra mijëra, madje edhe prej miliona individësh. Çdo kush në koloni bart përgjegjësi të plota. Askush nuk krijon shqetësime për pozicionin apo punën që është ngarkuar. Gjëja më e rëndësishme e secilit është mbijetesa e kolonisë në të cilën bën pjesë. Deri në atë pikë, sa gjithkush do të sakrifikonte edhe jetën e tij, po të ishte nevojë. Është e pamundur të gjesh ndokën të uritur apo të pastre. Për këtë arsye ekziston një bashkëpunim, harmoni dhe ndarje e jashtëzakonshme e punëve midis tyre. Siç mund ta shihni, ndahet edhe një pikë vetme e ujit. Ushimet mblidhen dhe ruhen në fole për t'u ndarë me të tjerët. Nuk ekziston as pak egoizëm mes milingonave. Asnjëra prej tyre nuk del e humbur në fund. Secila është pjesë e një organizimi të stërmadh. Secila është e përkushtuar për pjesën tjetër të grupit, si për veten e vet. Me jetën dhe organizimin e tyre shoqëror, shumë më të lartë se ai i njeriut, milingonat janë prove qartë e artit të krijimit nga ana e Zotit. Le të vëzhgojmë tani disa lloje milingonash edhe të shohim së bashku mrekullitë e krijimit, të shfaqura në këto krijesa të vogla. Milingonat endëse. Gjendemi në pyje tropikale të Australisë. Këto pemë mirëpresin një prej kolonive më të organizuara në botë. Milingonat endëse.
Ato janë vetëm 6 mm të gjata dhe i ndërtojnë vetë folet e tyre. Ndërtimi i foleve ndodh fal bashkëpunimit të mrekullueshëm. Materialet kryesore që përdoren janë gjethet. E faza e parë është që t'i grumbullojnë të gjithë gjethet së bashku në mënyrë që të mund të bashkohen. Për ta bërë këtë, milingonat ence kapen pas njëra tjetrës edhe formojnë një zinxhir të gjallë. Pastaj ato e shtyjnë fundin tjetër të gjethes kundrejt tyre. Edhe pikërisht këtu zbatohet teknika më mahnitëse. Milingona punëtore që po shihni është duke bartur një larvë motrën e tyre ende të palindur. Ajo çon atë pikërisht në pikën ku gjethet lidhen së bashku. Larva menjëherë fillon të prodhojë një fill ngjitës. Nga sa mund të shohim, milingona punëtore ende këtë armë ngjitëse të vogël mes gjetheve dhe i ngjit ato së bashku. Milingonat e rritura nuk janë në gjendje të prodhojnë fill për ta përdorur si ngjitës. Larva e vogël dorëzon gjithë fillin që i nevojitet asaj për të mirën e kolonisë. Në këtë mënyrë, ajo nuk ka mundësi të plotësojë zhvillimin e saj edhe të bëhet një rritur normal. Megjithatë, kjo sakrificë nuk mbetet e pashpërblyer. Milingonat punëtore do të kujdesen për të në fole deri në fund të jetës së saj. Ngjitja e gjetheve kërkon një bashkëpunim tepër të madh. Kjo është arsyeja pse disa punëtorë veprojnë nga brenda edhe të tjera nga jashtë. Kjo u lejon gjetheve të ngjiten së bashku në mënyrën më të fortë të mundshme. Strukturat që shfaqen pastaj janë një mrekulli e projektimit, në pikpamje të teknologjisë së ndërtimit, të fuqisë edhe të lehtësisë së përdorimit. Milingonat nuk kanë nevojë për ndonjë mbikëqyrës apo drejtues, por në mënyrën më mahnitëse. E dinë në çfarë pikash gjethet duhet të ngjiten së bashku edhe në çfarë vendi duhet kalojë filli. Për këtë arsye, mënyrën sipas së cilës këto krijesa të vogla veprojnë, pra si një tru i vetëm, shkencëtarët e përshkruajnë si një mrekulli. Këto krijesa të vogla nuk kanë fuqi arsyetimi edhe asnjë udhërrëfyes që t'u tregojë atyre se çfarë duhet të bëjnë. Megjithatë, ato veprojnë së bashku me një qëllim të vetëm, me planin më inteligjent i cili tregon se ekziston një vullnet edhe dëshirë që i drejton dhe i sundon ato. Ky është sundimi i Zotit mbi gjithë krijesat. Në Kur'an Zoti thotë: Allahu është ai që krijoi 7 qiej, edhe prej tokës po aq se ato. Në to zbatohet vendimi i tij, që ju ta dini se Allahu ka fuqi për çdo send dhe se me të vërtetë Allahu ka përfshirë gjithçka me dijen e vet. Kërkimi brenda organizmit të milingonave u ka zbuluar shkencëtarëve një numër të konsiderueshëm faktesh. Ata kanë vënë re sjellje të çuditshme të shfaqura nga studimi në laboratore i milingonave. Për shembull, kur folet e tyre kanë nevojë të përforcohen, milingonat fillojnë të ndërtojnë në hyrje të foles një mur, i njohur në teknologjinë e ndërtimit si mur mbajtës. Kjo shërben për të rritur qëndresën e ndërtimeve. Secila milingon tërheq kokra rëre për në vendin ku duhet të ndërtohet muri, të cilat janë të barazvlefshme me shkëmbij gjigant, duke marrë parasysh madhësinë e trupave të tyre. Secila prej tyre vepron për mrekulli si punëtore edhe si projektuese ndërtimi, që e njeh mjaft mirë planin për ndërtimin e murit. Pra i vendos gurët në vendin e duhur, edhe në këtë mënyrë e ngre atë me lehtësi.
Milingonat bujq. Njerëzit janë marrë me bujqësi prej mijëra vjetësh, duke u munduar të përballojnë nevojat e shumta të botës për ushqim. Njerëzit përdorin teknika të ndryshme për ta bërë bujqësinë sa më prodhuese. Shkencëtarët kanë zhvilluar mënyra të tilla si spërkatjet edhe plerat kimike për të rritur prodhimin. Ata kanë arritur të rrisin drithin gjatë gjithë vitit me anë të serave. Megjithatë, ekziston një tjetër krijesë që merret me bujqësi edhe që i ka zbatuar këto teknika shumë herët. Për ta njohur më nga afër, le të udhtojmë në thellësitë e pyjeve tropikal të Amazonës. Këto janë milingonat gjetheprerëse. Ato kanë punuar në bujqësi për miliona vjet. Ato gjithashtu e kryen këtë punë të vështirë në faza, fal një ndarje të paparë të punës edhe të planifikimit. Lidhja e parë në zinxhirin e prodhimit janë milingonat punëtore që shërbejnë jashtë folesë. Këto milingona punojnë pa pushim ditë edhe natë, duke prerë gjethe pemësh edhe bimë të egra që rriten në pyje. Faza e dytë është mbartja për në folen e gjetheve që kanë prerë. Këto punëtore të vogla janë shumë më të fuqishme se që mund t'i mendojmë. Le të bëjmë një krahasim. Ajo që bëjnë këto milingona është e barabartë me punën e njeriu që vrapon 1 kilometër në 2.5 minuta me një peshë 250 kg në kurriz. Asnjë qenie njerëzore nuk mund ta kryej dot këtë. Milingonat punojnë në një mënyrë jashtëzakonisht të planifikuar dhe të organizuar. Atyre u duhet të bartin gjethe në fole për të kryer bujqësi. Për këtë arsye, kjo punë duhet bërë pas një ndërprerje. Milingonat, për të bërë transportin më të lehtë, ndërtojnë autostrada me shumë korsi. Më interesantja është se atje ekziston një grup përgjegjës për mirëmbajtjen edhe riparimin e këtij sistemi rrugor, ashtu siç kemi edhe ne. Kjo milingon po pastron pengesat nga rruga. Kjo është një tjetër punëtore e mirëmbajtjes së rrugës. Organizimi i shfaqur nga milingonat përmban veçori që shkojnë përtej çdo përfytyrimi njerëzor. Tashmë po shihni milingonat që kanë bërë një urë duke u mbështetur mbi njëra tjetrën. Milingonat e tjera ecin mbi to dhe vazhdojnë punën. Nuk ka dyshim se kjo është një shenjë sakrifice edhe bashkëpunimi i jashtëzakonshëm. Ndërsa gjithë kjo punë vazhdon, 500.000 milingona veprojnë si një tru i vetëm. Ky organizim gjigant është i aftë për zhveshjen e një pemë të madhe prej të gjithë gjetheve brenda një dite të vetme.
Milingonat e palodhura presin të gjitha llojet e pemëve, madje edhe lulet. Po të krahasonin për masat e milingonës me ato të njeriut, trashësia dhe gjatësia e gjetheve që ato presin do t'ishte e barabartë me dërrasa të rënda apo madje me një trung pemë. E ne përdorim pajisje të veçanta për prerjen e pemëve. Po milingonat, si e dalin kësaj pune pas një mjet? Përgjigja përsëri gjendet tek mrekullia e krijimit. Zoti e ka pajisur milingonën me një mekanizëm prerës që me të vërtetë është mrekullia e një projektimi të jashtëzakonshëm. Mekanizmi prerës përbëhet nga dy tehet veçantë. Tehet janë të veshura me zing, që i bën ato më të mprehta. Mekanizmi i prerjes ka një sistem të habitshëm. Një organ i veçantë poshtë kokës së milingonës i jep asaj val tingulli me frekuencë të lartë. Këto përcillen prej teheve tek gjethja edhe e bëjnë atë më të thyeshme edhe më të lehtë për t'u prerë. Dizenjimi i këtij sistemi është i mrekullueshëm. Tani le të shohim ndërtimin e këtij sistemi. Mbulimi i presave metalike me çelik për t'i bërë ato më të mprehta është një mënyrë e përdorur nga njeriu. Por njerëzit që e bëjnë këtë, zotrojnë inteligjencë e arsye dhe e kanë zhvilluar sistemin në fjalë pas kërkimesh të posaçme në laboratore. Ndërsa milingonat nuk kanë asnjë ide se mund të ekzistojë një material si zingu. Ato po ashtu nuk e dinë se presat e tyre janë të veshura me zing. Qelizat në mekanizmin prerës të milingonave mrekullisht janë të veshura me zing. Ekziston një krijim tejet inteligjent në trupat e vegjël të këtyre krijesave. E njëjta gjë vlen edhe në sistemin që i bën gjethet lehta për t'u prerë me anë të valve të tingullit. Milingona nuk ka asnjë mundësi të di se këto frekuenca i bëjnë sendet më të thyeshme. Po ashtu, nuk ka asnjë mundësi që një sistem i tillë i ndërlikuar të ketë lindur rastësisht. Ekziston vetëm një shpjegim për ekzistencën e një sistemi kaq të përsosur. Sistemi është krijuar me vetdije. Milingonat janë sjellë në ekzistencë nga Zoti dhe mekanizmi i prerës, sikurse të gjitha tiparet e tjera të tyre, janë dhënë prej Tij. Kjo theksohet në ajetin kuranor. Me dijen e Tij, Zoti im përfshin gjithçka. A nuk e merrni me mend? Folet e milingonave gjetheprerëse mund të jenë më shumë se 5 metra nën tokë edhe 7 metra të gjera. Ato ndërtojnë qindra tunele dhe dhoma brenda foles ku gërmojnë dhe nxjerrin jashtë deri në 40 tonë dhe.
Arkitektura e foles është një mrekulli më vete. Milingonat nuk I hanë gjethet që kanë prerë prej pemëve, pasi ato ushqehen vetëm me një lloj të veçantë kërpudhësh. Lind pyetje: nëse këto gjethe nuk I përdorin për t'i ngrënë, për çfarë I përdorin milingonat ato? Përgjigjja është mjaft interesante. Ato I përdorin gjethet vetëm si lëndë e parë për bujqësi. Ato rrisin kërpudhat me anë të lëndës së parë. Në fund, ato krijojnë qindra ferma me kërpudha brenda foles. Tani po shihni njërin prej këtyre fermave. Temperaturat, lagështia dhe madhësia e fermave janë të gjitha të rregulluara me kujdes nga milingonat me qëllim rritjen e kërpudhave, njësoj si në serat që përdorim ne për rritjen e bimëve gjatë gjithë vitit. Milingonat punëtore ja dorëzojnë gjethet që ato presin milingonave të tjera që punojnë në ferma. Milingonat që I marrin ato I disinfektojnë gjethet para se të fillojnë punën. Arsyeja se pse e bëjnë milingonat këtë gjë është mjaft e rëndësishme. Hyrja në folen e kërpudhave të huaja apo dhe e baktereve mund të shkaktojë dëm të madh. Kjo do të thotë një epidemi në një koloni prej 500.000 milingonash. Përsëri Zoti ka krijuar një sistem mjaft të veçantë për t'i mbrojtur ato prej dëmit. Një lëndë me cilësi antiseptike është e fshehur brenda trupave të milingonave. Milingona që po shihni po disinfekton sipërfaqen e gjethes me gojën e saj. Si rrjedhimi I këtij procesi, asnjë bakterie nuk mund të hyjë në trupin e saj, ashtu sikurse ne edhe milingonat I luftojnë bakteriet. Për këtë qëllim, ne kemi krijuar antibiotikët në laboratore. Megjithatë, antibiotiku I prodhuar nga milingonat është shumë I fuqishëm edhe përdoret nga ato prej miliona vjetësh. Sigurisht, këto krijesat vogla janë të pavetëdijshme për bakteriet, edhe për substancat antibiotike që parandalojnë shumimin e bakterieve. Përsëri fal këtij sistemi të përsosur që Zoti ka krijuar, asnjë bakterie nuk gjendet as tek trupi I milingonës, as tek foleja ku ajo jeton. Pas përfundimit të procesit të disinfektimit, milingonat fillojnë të presin gjethet së bashku. Pas prerjeve të gjetheve në copa të vogla, është radha e milingonave më të vogla për të punuar. Këto milingona janë vetëm 2 mm, sa madhësia e një kokrize rare. Ato e kalojnë tërë jetën e tyre në këto dhoma të vogla të nëndheshme. Ato I përtypin gjethet si brum edhe e përhapin atë mbi sheshin e hapësirës së prodhimit, duke krijuar një shtrat të plehruar ku rriten kërpudhat. Brenda 24 orëve, gjethet e kanë humbur tërësisht ngjyrën e gjelbër. Ditën tjetër, sipërfaqja është plotësisht e mbuluar me kërpudha të bardha. Korja fillon menjëherë. Milingonat që kryejnë korjen mendojnë për shoqet e tyre dhe jo për vete. Ato bartin kërpudhat që kanë prerë prej dhomave të korjes tek milingonat punëtore. Këtu, një milingon korpse është duke ofruar lëngun ushqyes që ka përfituar prej kërpudhave për një milingon punëtore të punësuar diku tjetër në fole. Me këto mjete përballohen të gjithë nevojat e milingonave për ushqim, prej prerseve të gjetheve jashtë foles, deri tek ato që përtypin gjethe si brum. $500.000 milingona punojnë pa pushim në harmoninë edhe bashkëpunimin më të përsosur.
Pas gjithë kësaj, kërpudhat janë korrur dhe kanë mbetur vetëm mbeturinat e gjetheve që duhet pastrohen. Punëtorët nxjerrin jashtë çdo copë të vogël, duke lënë dhomën e prodhimit të pastër. Mbeturinat hidhen në një largësi të madhe prej foles. Këto krijesa kaq punëtore, as nuk pushojnë, as nuk qahen nga lodhja. Kolonia gjithashtu përfshin edhe milingona me detyra të tjera. Mbrojtja e foles është detyra e milingonave të fuqishme, të guximshme edhe të përkushtuara, e milingonave ushtare. Ushtarët vërsulen jashtë edhe ndaj afrimit të një hapi të rënd të njeriu që po afrohet. Disa ushtarë gjigant janë 300 herë më të rëndë se milingonat e tjera të kolonisë. Ato sulmojnë çdo ndërhyrës që afrohet foles. Ata po ashtu kafshojnë këpucët edhe çorapet e njeriu që afrohet foles. Pasi nofullat e tyre kanë zënë mishin e një ndërhyrësi, ato nuk e lëshojnë më atë. Ato nuk i hapin nofullat e tyre edhe nëse pjesë të tjera të trupit dëmtohen, duke i dhënë fund jetës për hir të kolonisë. Nuk ka dyshim se ky është një shembull i madh vetflijimi. Armiqt më të këqinj të milingonave gjatë prerës janë grerzat. Fal nofullave të tyre të fuqishme, një milingon mund të luftojë lehtësisht me një grerës. Ndërsa nofullat e tyre përdoren për të mbajtur gjethen, siç po e bartin atë, ato janë të pambrojtura ndaj një sulmi të papritur të çastit. Pra si mund të mbrohet një milingon që bart një gjethe? Përgjigjja e kësaj pyetje nxjerr përsëri në pa bashkëpunimin e jashtëzakonshëm në koloni. Le të hedhim një vështrim më nga afër tek milingonat bartse. Nëse shihni me kujdes, do të vëreni një tjetër milingon punëtore në secilën gjethe. Puna e këtyre punëtoreve është të mbrojnë milingonën bartse prej një sulmi të mundshëm nga ajri. Kjo milingon e vogël do të formoj vijën e parë të mbrojtjes në rast të një sulmi edhe nuk do ta lërë milingonën që bart gjethen të bjerë pre e grerzës. Kjo milingon e vogël përdor taktik mjaft të zgjuar mbrojtëse, si dhe rrezikon jetën e vet për milingonën bartse. Ky është një shembull i qartë i një bashkëpunimi të madh. Koncepti i gabuar i evolucionit. Milingonat vetë organizohen në një mënyrë teje të saktë, pa të meta, megjithse nuk kanë asnjë hierarki mes tyre apo asnjë milingon që të organizojë koloninë. Pavarësisht kësaj, çdo milingon mrekullisht e di se çfarë duhet bëjë. Shpërndarja e punës është përcaktuar para se ato të lindin dhe milingonat i kryejnë punët e tyre me përsosmëri. Kjo nuk zbatohet vetëm tek milingonat gjethe-prerëse, por shihet në të gjitha speciet. Këto veçori që milingonat zotërojnë përsëri na tregojnë pavlefshmërinë e teorisë e evolucionit të themeluar prej Charles Darwinit.
Është mjaft e njohur se teoria e evolucionit pohon se të gjitha gjallësat kanë ardhur në ekzistencë si rrjedhimi i rastësisë së verbër. Megjithatë, asnjë rastësi nuk mund t'i pajisë milingonat me veçoritë e bashkëpunimit, të vetflijimit, të disiplinës edhe të planifikimit që ato zotrojnë. Asnjë rastësi nuk mund të bëhet shkak që secila prej 500.000 milingonave të punojë për një qëllim të vetëm. Teoria e evolucionit pohon se gjallësat kanë nevojë të jenë në një gjendje të përhershme lufte për mbijetesë edhe e konsideron këtë si një mekanizëm vendimtar të evolucionit. Megjithatë, teoria e evolucionit nuk mund të shpjegojë asnjëherë mënyrën e organizimit të milingonave, mënyrë kjo e bazuar mbi sakrificën edhe ndarjen e punëve. Teoria e evolucionit gjithashtu pretendon se gjallësat i fituan tiparet që zotërojnë gjatë evoluimit në etapa, si rrjedhimi ndryshimeve të sjellura nga mutacionet. Por kjo do të thotë se rendi shoqëror i shfaqur nga milingonat duhet të ketë qenë i shfaqur në etapa. Edhe kjo është e pamundur, sepse siç e pam në këtë film, një koloni milingonash është e përbërë nga milingona me detyra të ndryshme. Edhe nëse njëra prej këtyre detyrave nuk do të zbatohej, ky do të ishte fundi i pashmangshëm i kolonisë. Le t'i marrim milingonat gjetheprerse si shembull. Nëse milingonat ushtarë nuk do të mbronin folen, nëse punëtorët nuk do të prisnin gjethet, nëse rrugët nuk do të ishin të ndërtuar për të bartur gjethet, nëse muret gjigande nuk do të ishin ndërtuar në bashkëpunim, nëse gjethet e sjella në folen nuk do të ishin pastruar një për një, atëherë asnjëra prej punëve të tjera nuk do të shërbente për asgjë, edhe milingonat nuk do të ishin në gjendje të rrisnin kërpudhat e tyre. Kjo do të thotë se të gjitha milingonat e kolonisë do të ngordhin nga uria. Mënyra e planifikuar në cilën i tërë sistemi është krijuar mund të kuptohet lehtë nëse e vëzhgojmë më hollësisht. Për shembull, nëse nuk do të kishte veshje zingu në tehet e milingonave, nëse ato nuk do të ishin në gjendje të prodhonin lëng antiseptik për mbrojtjen e kolonisë prej baktereve, nëse temperatura dhe lagështia në fole nuk do të ishin të rregulluara me kujdes, edhe nëse gjithë milingonat nuk do të silleshin në një mënyrë tërësisht të disiplinuar, të gjithë karakteristikat e tjera që milingonat zotërojnë nuk do të kishin më asnjë kuptim. Ato do të ngordhin të gjitha para kohe, për arsye se kolonia mund të mbijetojë vetëm nëse të gjitha këto ekzistojnë të gjitha së bashku edhe njëkohësisht. Kjo tregon se milingonat nuk mund t'i kenë arritur cilësitë e tyre në etapa. Me fjalë të tjera, cilësitë e tyre nuk mund të zhvillohen dora dorës. Milingonat janë krijuar në një çast të vetëm, bashkë me strukturat e përsosura edhe shumë tipare të tjera që ne i pam. Një provë tjetër që tregon se milingonat janë krijuar që në fillim, siç janë, pas një tmet, del në pa kur analizojmë mbetjet fosile. Fosili 80 milion vjeçar që po shihni është një ndër fosilet më të vjetër të milingonave në botë. Është interesante të vihet re se ai nuk shfaq asnjë ndryshim prej milingonave të ditëve të sotme. Kjo vërteton përfundimisht se milingonat erdhën në ekzistencë së bashku me të gjitha tiparet e tyre të veçanta, edhe nuk u është dashur të kalojnë nëpër ndonjë evolucion deri në ditët e sotme. Shkurt, milingonat nuk kanë ardhur si rrjedhimi i evolucionit. Zoti i ka krijuar trupat e tyre edhe sistemet shoqërore që ato zotërojnë në mënyrë të përkryer.
Përfundim. Tani le të mendojmë pak në dritën e gjithçkaje që pam në këtë film, edhe të shtrojmë disa pyetje. Si kanë ardhur milingonat me këto tipare që ato zotrojnë? Kush e krijoi ndarjen e punës midis tyre? Si ka mundësi që çdo milingon e di që prej lindjes se cila është puna që i duhet të kryej? Pse janë milingonat ushtarët përgatitura për të flijuar jetën e tyre për hir të kolonisë? Si ka mundësi që këto krijesa pas një fuqi të arsyetuari mund të kenë një shoqëri më të organizuar se ajo njerëzore? Si ka mundësi që 500.000 milingona mund të veprojnë si një tru i vetëm për një synim të përbashkët? Të gjitha këto pyetje na drejtojnë tek një e vërtetë e rëndësishme. Ajo që janë në gjendje të bëjnë këto krijesa, që nuk arsyetojnë, është provë e qartë se Zoti i ka krijuar ato edhe u ka dhënë atyre tiparet që ato zotrojnë. Pushteti i Zotit edhe arti i krijimit të tij duhen parë tek të gjitha gjallësat. Milingonat janë vetëm një prej manifestimeve të panumërta të artit të krijimit të Zotit në gjithësi. E ti është çka në qiej e në tokë. Edhe të gjithë vetëm atij i përulen.